qasje në aktakuzën, çka dihet deri më sot për profilin e dy të akuzuarve dhe për veprat që ata ngarkohen? Në fakt, aktakuza është e përpiluar, unë kam parë një aktakuzë cila thënë të drejtën është një aktakuzë përpunuar mirë nga prokurori Kodraliu, i cili ka faktuar përveç gjetjeve që ka gjetur në terren, ka bashkëpunuar shumë mirë edhe me AKI-n dhe Policinë e Kosovës, sepse gjitha kishte nisur realisht në momentin kur AKI-ja i kishte lajmëruar Policinë e Kosovës se kishte vërejtur që për të dy, si për zotri Shabani ashtu edhe për zotri Qerimin, kishte parë lëvizje të dyshimta të dyve kundrejt largimit ose shkuarjes në kufirin, në pjesën tjetër të kufirit pra në Serbi, takimet e cilat ishin zakonisht 10 minutëshe apo gjysmë ore, dhe nga i moment ka filluar edhe hetimi i Policisë e Kosovës, pra nga gushti i vitit 2023 deri në korrikun e 2024 kur janë arrestuar, dhe sipas aktakuzës rreth një vit janë përcjellur rreth 11 muaj, për këto 11 muaj që të dytë nga 2 herë kanë bërë kalime të cilat i ka monitoruar Policia e Kosovës dhe të cilat kanë rezultuar edhe si të regjistruar në pikat kufitare ose të Gdheu i Bardh ose të Bërnjaka, ku kanë shkuar, në rastin konkret të zotri Shabani, a i ka pasur kontakte dhe është marrë nga vetura të ndryshme me tabelat e Beogradit, ku ka shkuar dhe ka kontaktuar më ta dhe pas 3-4 orë është kthyer, ose në një rast konkret tjetër ka qëndruar vetëm 10 minuta në teritorin e Serbisë dhe pas 10 minutave është kthyer me autobus prapa. Po ashtu, edhe zotri Qerimi, që i cili është edhe avokati i tij këtu, ka pasur lëvizje të tilla, madje zotri Qerimi është interesant se si i ka ruajtur të gjitha lidhjet e tij që i ka pasur me Policinë e Kosovës, me njerëz brenda AKI-s dhe me njerëz brenda Ministrisë së Punëve të Brendshme për të shkak se ka punuar një kohë. Ka punuar deri në vitin 2011 ose vebir, dhe se zgaboj. Ka punuar në Policinë e Kosovës si policë hetues, por është larguar pikërisht, ka punuar edhe në rajonin e Ferizajt, është larguar pikërisht për shkak të keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe për shkak se me siguri që edhe në atë kohë ka pasur dyshime që po rrjedhin informacione në vendet ku nuk duhet të rrjedhin, dhe jo në media, sepse ndonjëherë në media nëse rrjedhin është shumë okej, por ai ka vazhduar të mbajë këto kontakte dhe duke i shfrytzuar këta njerëz të cilët i ka pasur brenda policisë, brenda Ministrisë së Brendshme dhe AKI-s në mënyrë që t'i mbledh këto informacione dhe t'i dërgoj. Unë mendoj që shumica e aktakuzës është ndërtuar ose barra më e madhe është ndaj zotrit Qerimit, për shkak se ai ka mbledhur informacione konkrete kryesisht edhe për kryeministrin ose presidentin atëhershëm zotri Hashim Thaqin, të cilin e quan koka e krimit, por edhe për këta të tjerë të cilët kanë qenë pas edhe për zotin Sfeqen, përmendet në aktakuzë që ka mbledh informacione për të dhe informacione për Xhelal Sfeqen, për ministrin Sfeqen. Madje është edhe një dëshmitar pjesë aktakuzës i cili tregon dhe e dëshmon që zotri Qerimi në vazhdimsi e ka thirrur, e ka kontaktuar, është interesuar që të marrë informacione nga ai. Në një pikë thotë që unë nganjëherë befasohesha se si të gjitha informacionet të cilët mi jepte ai mua që të jetoja dhe të nisja hetimet rezultonin të ishin boshe, ndërkohë që në vazhdimsi më